Komisioni Komunal i Zgjedhjeve është në komunikim të vazhdueshëm me gjithë kryetarët apo zëvendës kryetarë varësisht se cilët janë në ndrimin e parë apo të dytë, të gjitha 117 vendvotimet. Nuk kemi të evidentuar apo të paraqitur ndonjë pengesë, problem teknik apo ndonjë lloj problematike tjetër në gjitha këta 117 vendvotimet. Dhe sipas dhënave që kemi marrë deri në ora 11 nga të gjitha 117 vendvotimet, gjithsej kanë votuar 7.273 qytetarë, apo që në përqindje i bie 8.28%, që nëse krahasojmë me raundin e parë të zgjedhjeve, kemi një rritje prej 1.361 votuesve nga raundi i parë zgjedhor. Besojmë dhe shpresojmë që ky proces zgjedhor të përfundojë pa asnjë lloj problematike. Njëkohësisht kemi të paraqitur deri tek Komisioni Komunal i Zgjedhjeve edhe kundërshtesa nga ana e qytetarëve, cilët nuk kanë hasur veten e tyre në ekstraktën e listës zgjedhore. Kjo bëhet për arsye se këta qytetarë kanë nxjerrë dokumentat e tyre të identifikimit, qoftë letra e njoftimit apo pasaporta pas ditës së shpalljes së zgjedhjeve apo rifreskimit të ekstraktës së listës zgjedhore dhe të njëjtit nuk gjenden në listë zgjedhore, mirëpo më pas ne në koordinim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor sjellet vendim për pranim apo për refuzim të asaj kundërshtese dhe normalisht në qoftë se i pranohet qytetarit ajo kundërshtesë, jepet akt vendim me cilin ai shkon dhe realizon të drejtën e tij të votës në vendvotimin ku voton.